Dy shkurt, ngriun luftoni për vendin tuaj. 2 shkurt i vitit 1991, Abdi Baleta i vetëm ka triumfuar ndaj ides malinjet të Ramiz Alis që Omonia të regjistrojë si subjekt elektoral. Ka pasur një detaj që kryetari i seancës, në mos gaboj Meksi, i ka ndërprer fjalën për arsye minutazhi dhe Baleta është kthyer a ka në këtë sallë një shqiptar nga krau majt, më fal minutat e tij dhe unë flas, dhe ka qenë Xhelil Gjoni. Dhe Baleta e ka shkatruar pra idenë e Ramiz Alis për Omonien. Për shikuesit në Amerikë dhe jap të plot intervistën e Abdi Baletës, profesorit, ambasadorit, i cili tregoi që në fillim që duhet të qëndronim përballë trysnisë greke. Nuk ishte e lehtë. Ramiz Alia, me hapjen e ambasadës të Shqipërisë në Washington, ja dorëzoi lobit grek, edhe rezidenca e ambasadës ishte në një pallat të madh me pronar grek. Shkurti do të ketë edhe ngjarjen e shkollës bashkuar, do t'i kthehem gjatë javës. Presidenti Trump, si zakonisht, përmes media sociale, ka vazhduar me idet e fiksimit ti për të hedhur në gjyq dhe për të fituar miliarde dollar. Ka kërkuar 250 milion dollar nga Departamenti i Drejtësisë, sepse i kanë bërë pa drejtësi kur e ka hetuar për nxitjen e rebelimit të 6 janarit, për marrjen e dokumentave sekrete në rezidencën e tij në Mar-a-Lago dhe si grup i strukturuar kriminal Rico në Georgia. Nuk mbaron me kaq. Ka hedhur në gjyq IRS, Agjencinë Kombëtare të Taksave, ka pasur një leaking për mos pagesat e tij ndaj taksave dhe i kërkon në gjyq 10 miliardë dollar. Ndërkohë që për Wall Street Journal më parë do të kërkonte 12 miliardë dollar sepse i kanë nxjerrë një kartolinë me Epstein. Është tërhequr. Ndaj Wall Street Journal vazhdon të thotë Taco, Trump always chicken out. Në çmimet Grammy, aktori me ngjyrë ka bërë humor duke thënë që Trump kërkon Greenlandën pasi nuk ka më ishullin e Epstein. Edhe ndaj tij ka thënë unë do ta hedh në gjyq. Akuzat e të majtës amerikane janë që fëmijët e llastuar të presidentit Trump po vjedhin miliarda dollar. Në rastin më të parë, në nëndor, mbas humbjes eventuale të Kongresit, hetimet do të fillojnë pikrisht me fëmijët e tij të llastuar. Gjatë fushatës, presidenti Trump u mundua të thoshte që nuk ka mas lidhje me projektin 2025. Është projekti që kontrollon të djathtën amerikane. Është një lëvizje progresive që kërkon të dalë përballë wokizmit të majt. Shkruhet që realiteti amerikan duket në një marrje peng të ndërlikuar nga teoritë marksiste kudo në Amerikë. Vot është shefi i buxhetit të Shtëpisë Bardhë dhe ka rolin kryesor të projekti 2025. Ata thonë që do të luftojmë kundër teorive neomarksiste për të ringjallur edhe një herë familjen, vlerat amerikane dhe konservatorizmin. Në mandatin e parë, presidenti Trump ka pasur shumë emërime të larta, të cilët ose kanë sabotuar ose janë tallur me të. Sekretari i shtetit Rex Tillerson, i cili e quhet një idiot
Trump në një intervistë, kur dha dorëheqjen tha që pash një nivel shumë të ulët që nuk e njeh historinë e Amerikës, historinë e institucioneve, një njeri që nuk ja vlen të kesh një diskutim me të sepse ai nuk kupton se për çfarë po flet. Dhe të gjithë thuajse figurat kryesore, e njëjta gjë ka qenë me generalin me 4 yje Mattis, i cili nuk zbatonte asgjë nga ato Trump, dhe librat e botuar nga këshilltari i sigurisë kombëtare Bolton dhe 2-3 figura të tjera, madje edhe Pompeo, nxjerrin qartë që ata kanë qenë kundra Trumpit. Dhe Trump e pati të vështirë mandatin e parë që të realizonte premtimet që kishte bërë. Në mandatin e dytë, Trump i ka besuar më shumë djalit të llastuar Donald Jr., Tucker Carlson apo Hannity, si dhe Bill O'Reilly. Por këtë radhë i është dhënë rëndësi shumë të madhe zyrës së menaxhimit dhe buxhetit, që kryesohet nga Russell Watt, një nga autorët kryesor të projektit 2025. Pra, përmes projektit 2025, ata kërkojnë që të çmontojnë shtetin administrativ, të forcojnë familjen dhe të kthejnë vlerat e konservatorizmit. Heritage Foundation, pra fondacioni i trashëgimisë, ka patur një rol të madh dhe është krijuar përpara administratës së Reaganit të madh. Në vitin 1973, ky fondacion kishte qëllimet për mbështetur biznesin, një qeveri të vogël dhe të ketë një konservatorizëm kultural. E gjitha kjo u publikua në një dokument të quajtur në vitin 1980 mandat për leadership. Ishte një mandat që do të shërbente presidentit Reagan për të patur një largim nga politikat e moderuara të mbas luftës së dytë botërore. Dhe New York Timesi do ta cilësonte si manifest i Ronald Reaganit. 60% të rekomandimeve të Heritage Foundation u realizuan nga Reagan që në vitin e parë. Fondacioni vazhdoi të përdhonte politika dhe në vitin 2000 një grup neokonservativ pati projektin rindërtimin e mbrojtjes amerikane. E gjitha kjo mbas sulmeve të 11 shtatorit. Pra, presidenti Bush ka përfaqësuar këto ide të djatha, por unë për këmbën mbas fitores së Barack Obamas në vitin 2008. Tek projekti 2025, autorët e tij, drejtori Roberts, i dha urdhër Dance që të shikonte jashtë ideve për të pasur kontribues të tjerë që të kontribonin tek lëvizja Make America Great Again. Trump personalisht mund mos jetë përfshirë, por faktikisht projekti 2025 është një skenar se si duhet të organizohet mandati i dytë i një presidenti republikan. Mbas kujndave kanë qenë Paul Dance, i cili drejtoi projektin, dhe Russell Watt. Russell Watt ka një post të madh tek menaxhimi dhe buxheti në Shtëpinë e Bardhë. Dance është përfaqësues i elitës tradicionale amerikane dhe ai flet të hapur për një Amerikë të madhe, duke qenë një votues klasik i magës. Ai është një djalë i një familje liberale katolike, demokrate, por që mbas shkollimit për drejtësi u bë pjesë e podcastit Lëvizja Amerikane.
Prindërit e tij ishin frymëzuar nga idealizmi i Kennedyt. Don Sio ka qenë një nga njerëzit që kanë mbështetur teoritë e fantazisë se Barack Obama nuk ka lindur në Amerikë, por ishte mbështetës për fitoren. Ju dha një post në administratën e Trump dhe sot ai është përpilues i asaj që quhet nacionalizmi krishterë amerikan, që do të jetë zemra e konservatorizmit republikan. Ai thotë që ne jemi të krishterë, të cilët janë nacionalistë. Jemi njerëz që besojmë dhe kemi një komb të krishterë. Dhe unë besoj se nacionalizmi krishterë do të ishte aspekti më pozitiv për shoqërinë amerikane. Vot pra ka marrë emërim dhe kërkon me njëherë që të ekzekutoj pikërisht projektin 2025. Zyra që drejtohet prej tij është zyra e menaxhimit dhe buxhetit. Ai di që Washingtoni nuk është një qytet i bukur, seksi, dhe biznesi i qeverisë gjithashtu. E mërzitshme është puna tek zyra e menaxhimit dhe buxhetit. Por duhet të kemi politika që duhen të diversohen nga akademia, bota akademike e majt dhe nga regresi i realizuar nga Barack Obama. Në administratën e parë, Trumpi pati pak emërime politike dhe nuk mund të realizonte ato që duhen të realizonte. Kështu që projekti 2025 kërkon një përmbysje masive të asaj që quhet Deep State. Duke ditur që punonësit civil në masën më të madhe janë demokrat, mandatin e parë janë aprovuar vetëm 500. Patë një vrull mandatin e dytë, por kanë ngelur. Mjafton t'ju sjell një shembull nga Departamenti Amerikani i Shtetit, ku nga 27.000 që janë në zyrat qendrore në Washington, 100 deri në 200 janë emërime politike. Kultura korporative është e majtë. Departamenti Amerikan i Shtetit është në një lloj kaosi dhe ka shkrirë disa byro, ndërto byroja të drejtave të njeriut dhe për demokraci, dhe siç thon shpesh, departamenti nuk do të prononcohet për zgjedhjet askund në botë, vetëm në raste të veçanta kur preken interesat amerikane, sidomos ato financiare, apo kur është siguria kombëtare. Media e djathtë përfaqësohet nga Fox News, kanal ultra i djathtë radikal, dhe nga një gazetë e fuqishme si Wall Street Journal. Janë dhe disa Washington Examiner, Atlantic, por me tirazhe shumë të mëdha. Në lidhje me Shqipërinë, media e djathtë ka publikuar disa artikuj që sulmon administratën në lidhje me Ballkanin dhe me Edwin Ramën. Ja kam thënë disa herë, e kanë cilësuar Maduro, Noriega, shefi një shtetit mafioz, dhe janë referuar dosjeve masive siç është ajo me Gangle, Bitcoin dhe trafiqet dhe lidhjet me Sinaloa. Sinaloa do t'i krijojë probleme Ramës, por dhe fëmijëve të llastuar me Zvërnecin. Është një pronar me probleme në atë zonë, që ka blerë i lidhur me Sinaloën, ndërkohë që në median amerikane ka ardhur në vëmendje që ka pronar në Zvërnec
të cilët do të hedhin gjyq çështjen e tokave që janë dhëruar nga Rama për vajzën e presidentit Trump. Bordi i paqes duke se ishte një skifo. Fillimisht u duk se ishte thjesht për gazën, dhe Edwin Rama kaloi në një ekstaz, kujtoi se vetëm ati ja kishte bërë këtë ftesë. Dhe gaboi. Nuk e ftoi kush në Davos, dhe prallat e disa të blerëve për ti në median shqiptare se do vi të firmosin në Shtëpinë e Bardhë, nuk ka gjasa të ndodhë. Ata që i firmosin në Davos, ju i pat vetë. Nga Vietnami, Azerbajxhani, Uzbekistani, Maroku, pra pa rëndësi. Ideja se ky bord mund të ishte paralele me OKB-n krijoi që me njëherë të kundërshtohet nga Macron, Merz, Pjepër i Italisë, Mitsotakis i Greqisë, kryeministri Britanisë. OKB-ja ka kohë që nuk është organizatë efektive. Por kjo nuk do të thotë që të tolerohet një mbret i cili kërkon të ketë fuqinë e vetos, dhe nëse do doni të ishit antar i përhershëm të bordit të tij, duhet pagoni $1 miliard. Sot ka marrë një vendim për të mbyllur Kennedy Center, sepse mbas vendosjes së emrit të tij Trump Kennedy Center, thuajse të gjithë performatorët e artit janë tërhequr nga programi i planifikuar. Trump thotë që do të ndërtojë një qendër luksoze dhe Kongresi ka kaluar rreth $278 milion. Ka filluar edhe ballroom, dhomën e vallëzimeve në Shtëpinë e Bardhë, që po shkon rreth $400 milion. Dhe Trump duket që nuk ka frena këtë radhë. Në mbledhjen e fundit të kabinetit ti duket më shumë se një mbledhje kabinetit Koreas Veriut. Të gjithë me servilizëm të urin lavde ndaj tij. Dhe kjo krijon shije të keqe, sidomos tek e majta radikale që e përdor. Është detyruar të pranojë në Iowa, është vendi ku fillon fushata për president, por edhe për Kongres dhe Senat. Në Midwest, një vend republikan, shumica të bardhë, unë kam studiuar një vit, ai pranoi që është si tradit që Kongresit të humbas me çdo president. Në qoftë se humbet Kongresin, nisin hetimet masive ndaj tij, familjes së tij dhe ndaj sekretarëve pa autoritet në departamentet ndryshme. Por në qoftë se krijohet ajo që quhet dallga blu, presidenti Trump rrezikon Senatin. Në Texas, në një zonë ku Trump kishte fituar mbi 17%, ka fituar kandidati demokrat për senator i shtetit të Texas. Kandidati republikan u mbështet haptas nga Trump. Por Trump me njëherë tha që emri im nuk ishte në flet votim. Nuk do të jetë as në 2028. Pra është një lloj thik me dy presa kur të mbështet Trump dhe kur të lufton ai. Në fitoren ndaj Kamala Harrisit ka qenë një 7% votuesish të majt, të cilët nuk donin Kamala Harris dhe votuan për zotin Trump. Ky 7%, sipas anketave të Fox News, shkon majtas. Dhe sipas Fox News, kanali djathtë, 56% do të votonin për republikanët në Kongres dhe vetëm 40 për demokratët, 56% dhe 42% për republikanët. Kjo e flip Kongresin. Por nuk është era e parë që ka ndodhur. Në mandatin e parë, zoti Trump e ka humbur Kongresin në mes mandat. Në qoftë se ekonomia do të fillojë të ketë një boom përpara zgjedhjeve të nëndorit, kjo do ishte shpresa e zotit Trump. Në lidhje me politikën e jashtme, projekti 2025 nuk i jep dhe shumë rëndësi, sepse MAGA kërkon që Trump të përqendrohet në Amerikë dhe të mos angazhohet me luftra. Ndaj ka dhe një përplasje për të mos e lejuar që të bombardojnë Iran, po për të parë aspektin e interesave ekonomike e financiare, natyrisht
dhe për kënaqur dëshirët e Izraelit. Netanyahu mbron interesat e vendit vet dhe gjithmonë arrin maksimumin, sepse lobingjet e hebrejve kontrollojnë donacionet të mëdha në Kongres dhe në Senat. Ideja që Rama ngeli nëpër vendet arabe apo vajte foli në parlamentin e Izraelit për të siguruar një afrim me Trump nuk funksionon. 4 vjet nuk e priti Biden që ishte partia pro-ti e Sorosit. Ja kam thënë që as Kamala Harris nuk dënjoi të takonte gjatë kohës që ishte në fushat kur thuhet që ka takuar Erion Velin. Ka disa përpjekje në Shqipëri që me figurat Soros të arrin një lloj bashkimi të opozitës shqiptare. Partitë e vogla me një ligj të ri elektoral dalin jashtë loje. Dhe idetë që vën kushte nuk funksionon se është matematik. Demokratët e Berishës me gjithë vjedhjet e votave patën 550.000 vota. Nuk humbën nga 50.000 votat e shejat të Tlapit, humbën se ju votën votë. Kjo është e thjeshtë. Në qoftë se ndryshon sistemi, siç u thash dhe dje që ka ardhur koha të dëbohet ai që ka dëbuar 1 milion shqiptarë. Arroganca e tij u paqartë në një takim me katundarët, fermerë siç thonë, kur larguan mes mbledhjes se kishte një takim me të huajt. Ndërkohë që e kanë diskredituar Leka Çunkon moderne, ministrin e jashtëm Spiro Pali, në Vlorë. Është realitet tjetër, por kjo elit kusarësh zajdutës jeton realitetin e Fluckës. Megjithatë, nga mpas shpine, të gjithë tallen me Ramën. Ministrat, deputetët, këshilltarët e tij. Rasti më tipik është me Ballukun. Ajo që po ngjet në gjykatën kushtetuese i jep të drejtën çdo protestuesi t'ia djeg zyrat kësaj gjykate skandaloze. Ose të shkojnë të protestojnë përpara shtëpive të tyre, siç ndodh këtu me gjykatën supreme. Po mendojnë për dhënë një vendim? Shumë e thjeshtë. Po, jo. Kërkohet mandat arresti. 16.000 faqe dokumenta dhe ti nuk kërkon të japësh sepse rrezikon Rama? Shpresa është tek SPAK. Ata zyrtarët e FBI-t që punojnë dhe ndihmojnë SPAK janë shpresa për gjithë. Kudo në Shqipëri.